Mirëmbrëma të nderuar shikues. Në kuvend ka filluar debati për propozim buxhetin për vitin 2026. Me vlerë prej 6 miliard euro të ardhurave, në ndërkohë janë parapar 6,7 miliard euro shpenzime. Retorika tashmë është e njohur. Për pushtetin çdo propozim buxhet të zhvillimor, ndërkaq në anën tjetër për opozitën ky propozim buxhet shkakton regres. Për të parë dhe për diskutuar e dëgjuar më qartë dhe në mënyrë të detajuar këtë propozim buxhet për vitin 2026, për të analizuar nëse ky buxhet është transformues apo në fakt shkakton është stagnues, ne sonte kemi nderin që në studio ti kemi dy mysafir, të cilët janë edhe kompetent pra përgjegjës për diskutuar e folur mbi këtë temë. Kënaqësia jonë është që sonte të kemi në studio zotin Fatmir Bytyqin, deputet të Lidhjes Social Demokrate. Mirëmbrëma zoti Bytyqi, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, ju faleminderit për ftesë. Ndërkaq bashkë me ne është edhe profesori universitar dhe ekonomisti zoti Bunjamin Bela. Mirëmbrëma zoti Bela, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirësfillet. Faleminderit për ftesë. Kështu atëherë zoti Bytyqi, ju jeni deputet ashtu siç ju prezantuam në hyrje, në të njëjtën kohë jeni edhe antar edhe në Komisionin për Financa dhe Buxhet në kuadër të kuvendit. Propozim buxheti për vitin 2026 ka arritur në kuvend, ka filluar debati në Komisionin për Katës dhe kështu ne po e fillojmë këtë debat dhe këtë diskutim me një hyrje sipërfaqësore sipas jush nga ajo që keni arrit me pa, sepse dihet që është një dokument voluminos, po nga ajo që keni arritur të detektoni pjesët që janë në interes dhe në fokus të veçantë, posaçërisht juve që ju kanë tërhequr vëmendje. Si e vlerësoni shikim parë këtë propozim buxhet? Po, ju faleminderit edhe një herë për ftesën edhe mundësinë për të diskutuar. Shpesh kur diskutojmë për buxhetin, një pjesë mire e qytetarëve thonë pse po e diskutojmë se po flasim për miliarda, çfarë ajo do të ndryshojnë në jetën tonë, por ne e themi se është një dokument fundamental për funksionimin e shtetit. Kur them fundamental, për shkak se aty mbulohen të gjitha nevojat e qytetarëve që do duhej një shtet të ketë mbuluar. Është për herë të parë, mund të them, unë kam qenë vetë pjesë e ekzekutivit për 4 vite, 2 vite, plus 2 vite si këshilltar 6 vite. Kam qenë pjesë kur është bë buxheti, por edhe më parë kur kam qenë në odën ekonomike, kemi analizuar buxhete të ndryshme, është hera e parë që kemi para nesh një buxhet i cili largohet prej strukturave të mirëfillta të buxhetit zhvillimor. Do e flasim më vonë pse. Për cilët janë arsyet, por pjesa e shpenzimeve rrjedhëse të një buxheti, siç është ky që i afrohet nivelit të 90% të hyrave dhe shpenzimeve, nuk kemi pas deri tani po e them në këto 30 e ca vite pavarësi të vendit. Nëse shef vëllimin e shpenzimeve rrjedhëse dhe ku hynë shpenzime të cilat nuk mund t'i largosh, siç janë paga, pensione, kontribute sociale dhe shpenzime sociale, plus ca shpenzime tjera që ministrit i bëjnë por janë të detyrueshme, në fakt të thotë që shumë çka është zanafillën nëse fillimi nuk e ka të mirë. E dyta, momenti i dytë që mendoj se duhet ta shohim, edhe që po them që nuk kemi pas rast të tillë të bërit buxhet, është që për herë të parë shpenzimet kapitale në vend se të rriten, zvoglohen. Zvoglohen në krahasim me shpenzimet e planifikuara me rebalans të vitit të kaluar, diku rreth 7 miliard denar, për qytetarin e thjesht 7 miliard denar i bjen afër 117 milion euro, ose 15% të shpenzimeve kapitale. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë.
Ne do ta diskutojmë zoti. Sepse kjo me linjë buxhetore zakonisht vit për viti rritet, sepse përmirësohet edhe cilësia e projekteve të cilët parashtrohen. Kjo të tregon se në fakt ekzekutivi ka një problem serioz në kapacitetin institucional të implementimit të harxhimit të buxhetit. Dhe e treta që ky buxhet po i nxjerr ato mangësi që pushteti nuk po don deri tani Ti bëj publike? Ti bëj publike, ajo është kapaciteti, ajo që ne si opozita thejme që në fillim, që kapaciteti ekzistus i ekzekutivit është shumë i dobët dhe nuk është në nivelin që të harxhon mjete të tilla buxhetore si që janë të planifikuar në 2026. Sa për informacion, vetëm deri në para 3 dite, shpenzimet kapitale janë harxhuar në nivelin e 47%. Të asaj që është planifikuar. Jemi 22 nëntor, në fakt 24 nëntor sot, do më thonë unë para 3 dite e pash të dhënën, 47% në fund të vitit, është diçka që është, dhe kjo është duke e pa rebalancin që është bo, jo si që ka qenë planifikume, se nëse e krahasoj me planifikimin, do ishim në 33% të realizimit, që të regon se kemi problem sistemor në shpenzimin e linjave buxhetore që kanë të bëjnë me investimet kapitale. Që nëse i krahasojmë me vendet e rajonit, diku përqind dalin diku 80%. Më mirë mos të krahasohemi, sinqerisht, mos krahasohemi me shtetet e zhvilluara pas me të rajonit. Do të diskutojmë edhe veç më detajisht se cilën prej këtyre problematikave që lidhen me këtë propozim buxhet. Zoti Bela, ju vini nga fusha akademike, jeni eksperti kësaj fushë dhe nga ajo që keni arrit me detektu, ne përmendëm edhe me zoti Bytyqi që është një program dhe një dokument voluminos, po megjithatë janë disa pjesë të cilat janë në interes të qytetarëve, por edhe në interes tuaj si studiues të kësaj fushë. Sipas prizmit fillesar, nga analiza jote që ke bërë mbi këtë dokument, është në fakt ky propozim buxhet është transformues apo është stagnues? Shoni, s'pari ju falenderoj për ftesën, dhe ashtu si që edhe u përmend, këtu jam në cilësinë e një analistit buxhetor që kam tentuar që t'i shoh disa nga zërat buxhetor dhe për dhënë përgjigje sa është transformues apo është një propozim buxhet që në bazë ka konsumimin, nuk është aq e thjeshtë, pasi që e dim se në përgjithësi përpilimi i buxhetit domethënë është qëllimin kryesor ka që të mbledh të ardhura nga xhepi i qytetarëve, nga tatimet e ndryshme, nga llojet me të cilat do t'i finanson pastaj shpenzimet dhe do t'i kthen ato në të mira materiale për qytetarin. Në përgjithësi buxhetet duhet në parim të kenë bazë eficiencën, efikasitetin, brenda efektivitetin të arrijë qëllimet dhe të jetë në përputhshmëri me programet politike të qeverisë, të ketë një parashikueshmëri, të ketë një lloj pjesëmarrje brenda, domethënë që të ruaj atë disiplinën fiskale, të alokoj ato resurse në pika ku do të japin rendimente më të larta. Në përgjithësi, nëse i referohemi zërave buxhetor, të cilat i shohim, mos harrojmë se Republika e Maqedonisë së Veriut në përgjithësi shohim që nga mos marrim shumë trendin fenomen që nga pavarësia e këndej, po 5 vitet e fundit që nga 2020 tani stenish shohim se nuk është se ka ndonjë ndryshim të lartë ose drastik të buxhetit në përgjithësi. Domethënë, ky buxhet i cili po ofrohet si propozim buxhet për vitin 2026, ne shohim se përveç ata të cilën e potencoi kolegu më herët, kemi edhe përveç shpenzimeve, kemi edhe rritje të ardhurave të përgjithshme që planifikohet të mblidhen, domethënë në shtet, janë dikon 12 miliard e 558 milion denar, më shumë se sa viti 2025. A përfshihet këtu edhe oamarrja, zoti Bela?
Këtu janë të gjitha të hyrat të cilat vinë, domethënë, brenda buxhetit, kështu që përveç pjesës të cilën u potencua edhe më herët, domethënë pjesa e shpenzimeve të cilat parashikohen brenda këtij buxhetit, u fol edhe për investimet kapitale. Ne shohim domethënë trendin e viteve, qoftë nga të ardhurat, që nga viti 2021 ka qenë 220 miliard, 243 miliard 2022-ën, e kështu me radhë, 277, 305, 362 2025-ën, ndërsa sot planifikohet, domethënë, të ardhurat jenë 374 miliard denar, ndërsa tek pjesa e investimeve kapitale, të cilat e shohim domethënë si shqetësuese në aspektin e trendit, mos harrojmë që nga viti 2021 deri në vitin 2025, domethënë ka qenë një lloj trendi që vit pas vite investimet kapitale i kanë qenë të parashikuara, domethënë në shifër prej 28 miliard në 43, pastaj në vitin 2024 ka pas zbritje në 28 miliard, pastaj prap 2025 ka pas rritje në 47 miliard dhe më pastaj 2026 planifikohet 40 miliard denar. Që nuk kupton, domethënë se ky planifikim fillestar, duke pas parasysh trendin se çdo herë në Republikën e Maqedonisë Veriut kemi rebalans dhe kemi rebalans në aspektin e parashikimeve dhe implementimit të atyre investimeve kapitale. Se investimet kapitale si shifra mund të jenë, domethënë, të tilla, por nëse nuk arrijmë, që e shohim, domethënë, e kemi problem serioz ndër vite ne, prokurimet publike brenda faza deri tek implementimi, deri tek harxhimi ose shpenzimi i këtij buxheti të planifikuar, domethënë ne problemin e kemi dikun tjetër. Unë mendoj se problemi nuk është tek numrat të cilët planifikohen paraprakisht, domethënë, si numra fillestar të cilët janë të planifikuara për vitin. Qëllimin kryesor unë edhe përmenda më herët, domethënë, është që këto në menaxhimin e shpenzimeve publike në përgjithësi duhet kemi një kuadër institucional i cili do të ketë një planifikim spaku atë fatmesëm, që mos ketë devianca, domethënë, të cilët janë drastike, posaçërisht në zërat buxhetorë që kanë të bëjnë me zhvillimin e shtetit. Më pastaj do t'i elaboroj edhe projektet, edhe pikat në të cilët po mendoj, domethënë, të argumentoj. Pra, këtu zoti Bela, edhe përkundër faktit që zoti Bytyqi alarmoi që ky është po ndodh kjo për herë parë, në bazë parametrave dhe numrat po flisni se kjo ka pasur rënje dhe ulje të shpenzimeve kapitale edhe nga vitet e kaluara. Unë ashtu siç e lexoj, domethënë, nga kjo, domethënë, është dokument zyrtar. Ne do ta diskutojmë pasaj edhe këtë pjesë, natyrisht është pjesë edhe e asaj që e kemi planifikuar për ta diskutuar, mirë, po megjithatë zoti Bytyqi, si aspekt pozitiv mbasisht çka mund të shihet nga ky program ose ky propozim buxhet për vitin 2026, është rritja e pensioneve diku për 9.7%, rritja e pagave 7%, rritja e transferave sociale 6.7%, që në të njëjtën kohë është para pa edhe një rritje ekonomike dikun me pas prej 3.8%. Si është e mundur kjo, zoti Bytyqi? A mund të ndodhë në praktik që në të njëjtën kohë pra të planifikohet edhe këto rritje që i përmenda më herët me përqindje, po edhe të ketë rritje ekonomike me këto të ardhura që në fillim i përmendëm që janë 6 miliard euro? E para, duhet t'i themi për qytetarën disa të vërteta. Një qeveri e cila proklamohet si qeveri e cila kujdeset për shtetin, duhet të funksionon në bazë të ligjeve dhe strategjive afatgjate. Dhe profesor Bela e tha që duhet ketë një strategji afatgjate. Republika Maqedonisë Veriut ka një strategji fiskale 5 vjeçare, në cilën çdo qeveri e sjell atë strategji që të tregon se ka një farë disiplinë fiskale. Kjo qeveri solle një buxhet që del prej strategjisë fiskale. Ku del dhe ku i shmang këto rregulla është në deficitin buxhetor. Deficiti i cili është i parë është brenda viteve ai do zvoglohet, ka tendencë të zvoglimit. Planifikimi për vitin 2026 ishte që të ketë deficit 3% sipas strategjisë fiskale. Buxheti vjen me deficit buxhetor 3.5. Ose çka do të thotë kjo për popullin e thjeshtë?
Nëse një familje ka të ardhura 10.000 denar, çdo muaj atyre ju mungon 3.5% prej 10.000 denarve. Dikush mund të thotë po 10.000 denar janë pak, punë e madhe atë mungojnë 350 denar. Po mujt janë shpesh, ditë janë shpeshta. Këtu po flasim për buxhet, për shtet. Shtetit i mungojnë 700 milion euro. Sot, në këtë ditë, me 1 janar, do i mungojnë 700 milion euro, që duhet dikun t'i gjenë. Që e pagun djali im, djali juj, fëmijët e tonë, do e paguajnë atë 700 milion euro. Kur vetë kjo qeveri ka thënë se do duhet të ishte 580 milion. Ky nuk është fajin. Ajo është gabimi i parë, po e them. Dhe pastaj thot që ky buxhet sjell rritje të pagave. Nuk është e vërtetë. Nuk ka rritje të pagave, nuk ka rritje të pensioneve, ka harmonizim të pagave dhe pensioneve për shkak të normave ligjore të cilët duhet të aplikohen për shkak të normës së inflacionit dhe shpenzimeve të jetesës. Që dhe rritjes së pagave. Inflacioni aktualisht 4%. 4.5. Që ju del është para po që do të jetë 2.5. Mirë, ajo çka është para po ne flasim çka është aktuale. Që i bjen nëse rritja e pagave në sektorin privat është dikon rreth 12% në vit dhe plus inflacioni që është 4.5, në aspekt nominal i bjen që 16% dikush që ka jetu jashta sistemit buxhetor, jashta sektorit publik, pensioneve e tjerë, ka pas jetë për afërsisht 8% më të mirë. Sepse ka pas rritjet pagës, inflacioni ja ka hangër 4%, për 8% ka pas jetë më të mirë, sepse ka pas të hyra më të ardhura, më të mira. Qeveria çka u bën? Po thot, vitin e ardhshëm unë t'i shtoj 7%. Që të harmonizoj, që të barazoj atë çfarë inflacioni e ka marrë, edhe atë çfarë sektori privat Me këtë elaborim zoti Bytyqi ju po thoni që pushteti po manipulon me pensionerët dhe qytetarët? Jo, kjo është detyrim ligjor. Nuk është manipulim, është detyrim ligjor. Nuk ka rritje, është harmonizim sepse është detyrim ligjor që çdo shtet e bën për ata që i ka kategori. Por ka një gabim sepse duke e cenu rregullat që janë baza ligjore, ti cenon komplet qëndrueshmërinë e disa institucioneve. Në këtë moment, tek pensionet, unë e kam thonë publikisht dhe vazhdoj ta them, që kjo qeveri, fondin pensional, e ka kriju edhe po e bën të paqëndrueshëm. Për 3 vite prej sot, ne mund të jemi në situatë që s'ka më pensione. Të falimenton fondi pensional. Pse? Sepse ka ndalë jashta normave ligjore që çdo vend i botës i përcakton. Sepse harmonizimi është që të ndjek atë shtypjen që e bën inflacioni edhe norma e rritjes. Për ta qartësuar për qytetarët që dëgjojnë, ne po flasim që për vitin e ardhshëm, për vitin 2026, pensionerët do të marrin pensionet e tyre dikun 9.7% më tepër, ju në ndërkohë po thoni që rrezikohet që ngelin edhe pa pensione. Po, a i dini pse? Se pensioni, fondi pensional mbushet prej të ardhurave të punësuarve, kontributeve. Dhe paraqitet një deficit buxhetor. Ja po thjesht po do mundohem ta vizatoj. Nëse kjo është shporta që ka një qënjësi të nevojshme, po nëse mundet edhe nga kamera, ja, një qënjësi të nevojshme, prej kontributeve plotësohet kjo pjesë. Që i bjen dikun rreth 60 për momentin 64-65%. 64% falni. Ose 64 denar plotësohen prej kontributeve. Këto 36 denar mungojnë. S'ka. Këtë mbulon shteti për momentin. Vitin e ardhshëm, e dini sa do jetë me buxhet? Kjo do ndodh 46, vetëm ta shkruaj që ta shohin
dhe kjo do ngelet 54. Në 3 vjet prej sotit, kjo pjesë do bëhet më e madhe se kjo. Kjo është pjesa e kontributeve. Dhe prandaj është i paqëndrueshëm. Që i bjen se ne çdo vit buxheti do duhet mbulon më shumë në fondin pensional prej parave të buxhetit sesa prej Këtë përqindje, zoti Bytyqi, që është shumë e qartë, që e ofruat në mënyrë skematike, kjo 36% nga erdhi që duhet të ambulonte ky pushtet? Me vite. Sepse ky problem sistematik ka filluar tani, apo është i trashëguar? Jo, në vitin 2017, kur ne kemi marrë pushtetin, ka qenë dykun në këto numra. 28% ka qenë deficiti buxhetori i fondit pensional, ne arritëm që ta sillim në 31% deficitin buxhetor. Me rritjen lineare të vitit kalum, kjo u rrit në 34, vazhdon në 36, tash vazhdon në 46. Pse? Sepse rritja lineare bën një gabim. Unë nuk them që nuk është në të mirë të pensionistëve, po jo të gjithë pensionistët trajtohen në mënyrë të barabartë me rritjen lineare dhe në mënyrë populiste krijon problem që është deficiti buxhetor. Tani keni 2 zgjidhje që do vinë. Zgjidhja e parë është rritja e viteve të daljes në pension, që do të tangon të gjithë popullatën e re, me cilëve unë nuk jam mes popullatës re, po kam akoma për të jetuar nëse kam shëndet edhe dikush tjetër e ka definuar që duhet të jetoj. Por thot, ose do i rrisësh vitet e daljes në pension, ose do rrisësh kontributet. Se gjithçka është shkak pasoj. Prandaj ne po komentojmë për buxhetin që kjo nuk është vetëm një vendim arbitrar. Për rritjen e moshës dalën në pension ka rënë poshtë, sepse nuk është e vërtetë. Ka ekzistuar si tentativë. Nuk është e vërtetë. Sot ju keni guvernerin e Bankës Qendrore, i cili proklamon që zgjidhja e fondit pensional duhet të sjellë me rritjen e viteve të daljes në pension. Ajo është momenti i parë. 2, rritjes së kontributeve, që do ishte në shpinë të sektorit privat, biznesit, sektorit privat, ata që gjenerojnë rritjen, dhe e treta është, shpresoj se nuk do bëhet, fondi pensional në shtetin tonë është i organizuar në 3 shtylla. Shtylla e parë është kjo që po e shohim gjithmonë, shtylla e dytë është që mbulon një, po të themi, një kategori të njerëzve të cilët nuk janë të moshave të shkuara, domethënë mbi 60, nuk janë tani në pension, po janë moshave prej 40 deri në 60 për momentin, ata janë kontribues të shtyllës së dytë dhe mandej ke shtyllën e tretë. Opcioni i tretë sipas qeverisë edhe disa ekspertëve brenda kësaj qeverie është që të nacionalizohet shtylla e dytë e fondit pensional, që do ishte një kthim mbrapa me efekt që i bjen kursimet tona, që i kemi bë për 20 vite, dikush i nacionalizon që të mbulon këtë diferencë buxhetore. Pse? Sepse vendimet për momentin kanë qenë të rëndësishme vetëm në aspekt populist. Domethënë që mos kuptohemi gabimisht. Unë nuk jam kundër rritjes së pagave. Unë kam qenë zëvendës kryeministër, në kohën time paga minimale prej 8.000 denar ka shku në 24.000 denar. Ajo është 300% rritje. Kështu që nuk kam ndonjë problem unë me u rrit pagat, por nuk mund të jetë një vendim politik të sjell pasoja akoma më të mëdha për gjeneratat e ardhshme. Dhe e dyta është që atë çfarë po e themi në buxhet, edhe nëse e analizoni, unë e di se është shumë e vështirë prej jashtë kur e analizon sepse nuk i dini të gjitha detaje, është që ky është para përgatitje për një situatë e cila është vetëm të blejmë kohë. Me thjerash këtu, zoti Bytyqi, në një paraqitje tuaj, mbase e keni deklaruar që është edhe një propozim buxhet zgjedhor, do të thotë para zgjedhor, në fakt para përgatitje për. Po në këtë drejtim dëshirojmë të marrim përgjigje nga zoti Bela. Nga kjo që diskutuam, rritjet pagave, rritjet të pensioneve që sipas shpjegimeve të zotit Bytyqit janë detyrime ligjore, pra në këtë drejtim edhe rritja e transferave sociale. A vlerësoni, a pajtoni me këtë konstatim të zotit Bytyqit që ky propozim buxhet me këto parametra që përmendëm është paralajmërim për zgjedhje të parakohshme parlamentare?
Po shqyqoni, në përgjithësi, ashtu si që ceka dhe në fillim, do thonë përpilimi i buxhetit nga të ardhurat e shpenzime, do thonë tregon preferencat e politikave qeveritare të cilat dëshiron të realizon brenda vitit, do thonë që pason. Në përgjithësi, deshta të ndalem pak tek pjesa e fondit pensional, transformimi ty, gjatë viteve dhe si është sot, ashtu si që përmendu edhe kolegu, duhet ta kemi qartë se ky është një lloj trendi jo vetëm tek ne, po është edhe tek vendet tjera ballkanike, transformimi i fondit pensional, ku nuk garanton vetëm shteti pensionet, po ndahet në 3 shtylla. Shtylla e parë është pjesa e cila ka të bëjë me pjesën e kontributeve nga ana e shtetit që menaxhohet, pjesa e dytë është pjesa e cila supervizohet ose mbikëqyret nga ana e shtetit, po menaxhohet nga agent ose nga 2 bankat kryesore, nga ato 21% të kontributeve. Domethënë 12% i menaxhon shteti, 7.8% tjerat i menaxhon 2 bankat kryesore që merren me aktivitete për të arritur eficiencën e këtij fondi i cili mbledhet ndër vite dhe është pasiv. Qëllimi kryesor është që këto fonde të investohen në letra me vlerë ose në aksione të cilat do të arrisin të ardhurat e përgjithshme të këtij fondi që të amortizoj këtë pjesën shtetërore. Jo rastësisht është bërë ky lloj i reformës në 3 shtylla dhe shtylla e tretë është për ato të cilët janë në mënyrë vullnetare. Shtylla e parë dhe shtylla e dytë nuk ka të bëjë me vullnetarizëm, ka të bëjë domethënë me obligim ligjor, por vetëm shpërndarja nga 20% shpërndahet në 12% nga ana e shtetit, ndërsa pjesa tjetër është në aspektin privat që menaxhohet, por ka një agjencion i cili që është për supervizion edhe kontroll të këtyre fondeve, që të sjellin rendimente më të mëdha të këtyre fondeve që t'i mbulojnë këto. Është e vërtetë edhe ajo që thuhet, që nga vitet, është një lloj trendi, sepse fondi pensional në përgjithësi funksionon ku dim se një i punësuar tash e finanson një pensioner, më herët ka qenë kështu, 4 të punësuar, një i punësuar ka financuar 4 pensioner. Ndërsa kjo ka deviju, 4 punësuar, 1 pensioner. 4 punësuar, 1 pensioner tash, ky lloj trendi është duke u zvogëluar. Sot vjen tankohen, ka një lloj trendit, fenomenit ku deri në vitin 2030 planifikohet që ky lloj të bjen jo 4, po të bjen 1 me 1 ka me qenë problem. Në këtë aspekt tentohet që të bëhet, prandaj unë mendoj se në përgjithësi menaxhimi i financave publike, mendoj se duhet një monitorim i veçantë, profesional, i cili raportimet financiare, i cili kontrollin financiar, e ka me prioritet që të shihen paraprakisht se ku harxhohen dhe si menaxhohen. Unë mendoj se pjesa e produktivitetit brenda dhe mbikëqyrjes do të jep rezultate, duke pas parasysh se jemi në një shtet në tranzicion, ku mënyra, kultura e punës të cilën e kemi në institucione shtetërore është disi e mangët, kanë filluar, këto janë disa shprehi të cilat kanë pru këtë situatë këtu. Kjo situatë nuk është ad hoc, nuk është e momentit. Është një vazhdimësi që na kemi probleme me parametrat makroekonomik. Unë gati, 3-4 vitet e fundit kanë filluar, të brenguosen për këto aspekte. Kanë qenë, parametri i borxhit publik, parametri i inflacionit, parametrat tjerë, që kanë duajnë, me pensionet e kështu me radhë. Prandaj kjo rritje e pagave është një lloj, sepse kemi pas presione të marrëveshjeve kolektive, të nivelizimit me inflacionin. Gjitha këto janë të patjetërsueshme të planifikohen. Tashmë nuk është se është një përzgjedhje qeverisë se don ose nuk don, është preferencë, është në një farë mënyre e detyrueshme për ta ruajtur atë harmoninë sociale brenda shtetit, sepse e dim se një pjesë bukur e madhe e strukturës përgjithshme të njerëzve të cilët marrin, pagën minimale, ndoshta deri në pagën mesatare është mbi gjysa e popullatës të Republikës Maqedonisë. Prandaj unë mendoj se duhet jemi të kujdesshëm në këto aspekte, mos të preken, sepse shporta konsumuese është në nivel shumë të lartë që duhet të mbulohen gjitha ato shpenzime bazike, po flasim jo për preferenca dhe për lukse të familje dhe individëve, po flasim për një pjesë bukur të madhe të popullatës që duhet të mbulon me gjithë, qoftë ajo për ushqim, për vendbanim,
për ta ruajtur në një farë lloj mënyre mirëqenjen e përgjithshme të popullatës, prandaj edhe pensionet, edhe pagat të cilat janë minimale, pagat mesatare janë pjesë e senzitive e shoqërisë, prandaj ne në përgjithësi si shtet duhet ta kemi në fokus këtë, duke tentuar që të rregullojmë. Ne kemi hapësirë, kemi mënyra tjera me të cilat duhet të arrisim eficiencën e brendshme të menaxhimit e strukturimit të hyrave. Tash vetëm nëse mundem këtu, e thash shumë mirë e shpjegoj çështjen e fondit pensional dhe po themi që rritja e pensioneve në fakt është detyrim ligjor dhe ju nuk mund të thoni ka rritje, po ka nivelizim ose harmonizim me normat ligjore. Mendoj se para disa dite dole Ministri i Ekonomisë tha paga minimale do rritet për 2.000 denar, por nuk e tha si pasojë çka bëhet ajo rritje, ajo vjen si pasojë e ligjit, e cila thotë që duhet të nivelizohen në bazë të 2 parametrave, rritjes së pagës mesatare në 6 muajt e paraprak dhe inflacionit në 6 muajt paraprak, merret një ponder prej 50% dhe vjen diku rreth 8.7% rritja e pagës minimale. Pastaj gjithçka në shtet duhet të nivelizohet në bazë asaj. Prandaj ke rritje te sektori privat. Por te sektori publik. Por ke një problem tjetër. Nëse i shihni numrat në buxhet. Në fakt rritja ose fondi i pareve, linjës buxhetare për paga është shumë më i madh se sa 7% në sektorin publik. E dini pse? Në vend se të keni reformë të administratës ose numrit të sektorit publik, ke rritje të numrit të sektorit publik të punësuarve. Ju keni për 18 muaj qeverisje të kësaj qeverie rreth 12.000 të ri, të cilët marrin paga. Kurse vetë kjo qeveri thot se duhet rreth 40% të zvoglohet numri i administratës, si zakonisht që e quajmë, unë e them të punësuara në sektorin publik. Vetëm në sektorin e arsimit. Ju për momentin keni 6.500 persona të cilët paguan dhe nuk kanë fond të plot të orëve dhe nuk dihet se çfarë bëjnë. E dini sa është kostoja e saj? 64 milion euro në vit. Shkojnë në sektorin social, në ndërmarrjet publike. Çdo ditë po shohim. Kjo nuk po flasim se kush janë ata njerëz. Ndërsa në sektorin privat, ju për momentin keni mungesë të 15.000 punëtorëve, të cilët sektori privat nuk mund t'i gjejnë. Prandaj, kjo qeverin me këtë buxhet do duhet të jepte përgjigje të thotë, mirë, ne po e rrisim borxhin publik, po e rrisim borxhin që gjeneratat e ardhshme duhet ta mbulojnë, por po e bëjmë për të mirën e po gjeneratave të reja, jo për të mbulu, siç po e themi, shpenzimet rrjedhëse. Pra po e them, shpenzimet rrjedhëse janë në nivelet 90%. E dini çfarë do të thotë ajo? Një familje me të ardhura 30.000 denar, 27.000 denar shkojnë ditën kur ta merr pagën. I ngelin 3.000 denar në muaj për të bërë diçka, në i korrigjim, në i tull të avnon në shtëpi, se ato janë për investime kapitale. 3.000 denar i ka për tullat. Një poç elektrik me ndru, mës mi lanë ato të vjetrat, po me vu në i let. 3.000 denar. Kjo po ndodh me shtetin tonë. 90% ditën e parë që cilët buxhetit janë të harxhume. 10% ndoshta do shkojnë në shpenzime kapitale. Por tani, në shpenzime kapitale ku? Ne kishim diskutim të madh, ja profesori është profesor universitar. Unë isha shumë i lumtur kur ndëgjova që Nën Tereza do ketë kampus universitar, 35 milion euro. E dini sa ka në buxhet? 1 milion euro. Prej këtyre 300.000 janë për ndërtime. 1 milion euro ka vetëm për ndërtime në Universitetin Nën Terezë. Po, kjo është e parapara ta diskutojmë tani se... Janë 35 milion të cilët ishin thonë. Sheshi Skënderbej, 39 milion. Nuk i ke në buxhet.
investimet kapitale, koridori 10 Hekurudha, 1.9 miliard, u proklamu aq me pompozitet, nuk e kene në buxhet. Prandaj po ju them se ky buxhet në gjitha parametrat duket si buxhet parazgjedhor, të thot, në rregull shifën e çka jemi të bë, po ja urrisim pagat, mirë është puna, në maj kemi rebalans të ri, se tani burgji publik sipas këtyre po thot do jetë në nivelin e nën 60%. 60% është një rregull sipas rregullave të Maastrichtit që i kemi vendosur që nuk shkojmë mbi 60%, se hyn në kategorinë e shteteve të cilët i rrezikohet krediti ratingu kreditor, edhe atëherë parat bëhen më të shtrenjta për shtetin. Tani, ky po thot ne do rrim në nivelin e 60%. Pyetja ime logjike që e kanë bërë publikisht edhe e bëjnë në parlament. Kur të vinë 1.9 miliard për Hekurudhën koridorin 10, ku do shkojnë ato? Ato janë pjesë e burgjet publik. Nuk janë planifikuar në këtë buxhet. Kur të vinë 400 milionë euro për spitalin klinik universitar të Shkupit edhe të Shtipit. Nga kredia britanike. Nga kredia britanike. U bën 2.3 miliard. Kur të vinë edhe 34 milion për Nën Terezën. Kur të vinë edhe 38 milion për sheshin Skënderbej. Vlerëson se te kalohet 60%. Jo, do shkojmë me 75%. Me 75%. Edhe me ta fal, siç e thonë shqip, qeverin hik prej asaj qeverie. Se nuk ka shpëtim. Jo, sepse parat janë shumë shtrenjta për atë shtet që ka borx publik prej 75%. Po, tani dëgjojmë edhe mbase edhe një përgjigje prej zotit Bela me që vjen po nga universiteti që apostrofuat. Po, zoti Bela, kur filloi debatin kuvend për propozim buxhetin 2026, dy çështje kryesore kanë qenë që janë diskutuar më shumë, ti ulja e shpenzimeve kapitale që e përmendi zoti Bytyqi prej 117 milionë eurove, cilët do t'i diskutojmë tani, po një problematikë kryesore ka qenë edhe çështja e mungesës që në atë propozim buxhet, në atë dokument cilin keni pasur qasje tashin edhe ju besoj, nuk kanë figuruar askon 34.5 milion eurot e premtuara që mbase ky ka qenë edhe një slogan i fushatës së zgjedhjeve lokale me të cilët partitë në pushtet, përfaqësuesit shqiptar në pushtet janë krenuar që kanë arritur të sigurojnë 34.5 milion euro për ndërtimin e kampusit të ri universitar. Zoti Bela, në këtë propozim buxhet nuk figurojnë këto, si qëndron puna këtu? Po tash, pasi që veç më jam edhe i punësuar edhe prorektor për financa, që në kupton këtë procedurën që ka të bëjnë, më thëmë, me furnizimin publik për Universitetin Nën Tereza, kam qenë në rrjedha gati 3 vitet e kaluara në këtë pozicion, tash po vazhdoj nga java e kaluar, duhet të sqaroj diçka për opinionin në përgjithësi, sepse po spekulohet realisht në dëm të imazhit institucional, unë e konsideroj të paktën ashtu, sepse ato të cilët i njohim pak, financat publike, posaçërisht prokurimet publike, e dim se procedura e buxhetit, procedura e projektit, procedura e prokurimit publik dhe deri në fazën e realizimit, domethënë të atij projekti, më pastaj fillon të paguhen pjesë të buxhetit që është e planifikuar. Në qoftë se referohemi numrave konkret. Universiteti Nën Tereza ka qenë i planifikuar dhe kemi vendim qeveritar që garanton se ky kampus do të ndërtohet. Pjesa e dytë ka qenë se është një investim me më shumë vjet, shumë vjeçar, nga 2025 deri në vitin 2030, që nënkupton ndahen ky fondi 35 milion eurove, të cilët janë të planifikuara, këto nuk mund të jenë brenda një vitit, edhe sikur të ishin brenda, nuk ka shans teorike të realizohen ato. Neve unë e thash më herët se nuk na duhen numrat në qoftë se nuk i realizojmë. E para, e dyta vetëm ta mbaroj, që nga 2025 Universiteti Nën Tereza, për projektin në fjalë, që ka të bëjë me kampusin, ka harxuar, ka në dispozicion 169 milion denar, që i vjen për afërsisht 2.648.000 euro, të cilët janë për 2025, vitin të cilën jemi duke e realizuar. Po pretendojmë deri në fund vitit, edhe 30 milion të fundit të realizohen, që në kupton 2.600.000, kompania e cila është e përzgjedhur të merr. Pjesa tjetër,
është pjesa procedurale që ka të bëjë domethënë me ato 55 milion denar ose 1 milion euro të cilët po proklamohen për vitin 2026, në qofse domethënë fazat e lejojnë të implementimit të këtij buxheti prej 1 milion euro ose 55 milion denar të harxhohet në kvartalin e parë dhe dytin të vitit 2026 dhe më pastaj, pas harxhimit të kësaj, ne kemi vendim qeveritar. Domethënë nuk është që ne po flasim me ajo se si na merr mendje ose si e mendojmë këtë proces. Është, domethënë, me rebalansin është e garantuar pjesa që duhet të gjendem, domethënë edhe për e kemi një dinamik nga viti 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, domethënë të planifikuara janë që të harxhohen varsisht nga kërkesat edhe fazat e implementimit. Se dini se në fazat fillestare ka probleme teknike, administrative për fillimin e procesit punës, domethënë sepse janë bërë zoti Bela dhe komparacione, derisa për Universitetin Shën Kirilli dhe Metodi janë ndarë fonde vetëm për 2 fakultete, pra fakultetin e sportit edhe fakultetin e administratës janë ndarë, domethënë shifra prej afër 7 milion. Afër 7 milion euro. Pra është një zvoglim i buxhetit që dedikohet për këtë universitet. Pse po ndodh kjo zoti Bela? S'pari nëse e bëjmë komparacionin, duhet të kemi në komparacion kriterin e njëjtë për 2 universitetet. Tash, edhe nëse flasim për Universitetin Shën Kirilli Metodi, e dim neve se sa vjet godinat e tyre kanë mbetur të parealizuara pikërisht për mungesën e financimit të atyre projekteve. Domethënë 5-6 vite kanë pritur të pandërtuara. Kampusi i universitetit Nën Tereza veç sa është bërë përzgjedhja. Domethënë 2025 është bërë përzgjedhja dhe kanë filluar ende, domethënë është procesi që nuk jemi në të njëjtin nivel. Ai ka arritur në fazën e dinamikën ku i harxhon mjetet, ne jemi në fazën fillestare. Prandaj këtu është dallimi. Nëse i referohemi pjesës së investimeve kapitale që i kemi brenda. Pjesa e dytë, nëse referohemi te pjesa e buxhetit, sepse gjitha zërat buxhetori i kam të analizuara këto. Domethënë nga gjitha pikat ku ne kemi shohim se zvoglimin kryesor të buxhetit të Universitetit Nën Tereza e kemi te investimet kapitale, të cilët janë diku rreth 400.000 euro. Por edhe ato janë të zvoglimit në bazë të planifikimit tonë që kemi pasur diku, domethënë 6 milion euro ti kemi për çdo vjet. E tash prej këtyre dikun 400.000 euro janë më pak brenda buxhetit të vitit 2026 që unë planifikoj, domethënë kemi të konfirmuar këtë pjesë në qofse 2 kvartalet e para. Thash 2,5 milionë euro veç më janë investuar për kampusin. Mos harroni 2025. Edhe 1 milion euro 2026 në kvartalet e para janë 3,5 milionë. E më pastaj domethënë ka replikë zoti Beti. Unë nuk duhet të polemizoj për nevojën e kampusit universitar Nën Tereza. Si çdo shqiptar edhe çdo qytetari i Shkupit i bëhet zemra mal kur investohet edhe 1 euro në arsim. Por unë kam hyrë në politikë me betimin se nuk do e gënjej qytetarin, se kam hyrë shumë vonë në politikë pas një eksperiencë goxha të madhe në sektore të tjerë. Ata të cilët e dinë dhe punojnë me financat publike, e dinë që rebalansi buxhetit asnjëherë nuk bëhet për të rrit shpenzimet dhe të hyrat, por bëhet për të zvoglu për shkak se nuk ke të arritura të planifikume të hyrave, edhe planifikon ulje të shpenzimeve. Kjo është çfarë ndodh këtë situatë zoti Bela. Po jo, tani edhe unë e di goxha mirë disa të dhona. Marrëveshja me kompaninë kontraktuese është nënshkruar në shtator. Unë me të vërtetë do isha edhe do e studioj edhe do e proklamoj si një prej rasteve unike që nëse në shtator është nënshkruar marrëveshja dhe ju keni 2,5 milion të shpenzuar deri tani. Kjo është një rast unik. Po, shtator, tetor. Sepse 2,5% është afër 7%, 2,5 milion është afër 7% e komplet projektit që janë harxhuar vetëm në 2 muaj pa. Mund të jetë avans i cili është dhënë për përgatitjen e projektit. Por për mua, nëse kam unë një kontratë disa vjeçare, 6 vjet, 34,5 milion,
planifikimi është që në vitin e fundit i mbyll të gjitha. Ke parafërsisht që nëse në vitin e parë ke 2.5, vitin e dytë ke 1, të mungojnë edhe 32.4 milion. Më thoni ku në cilin dokument qeverisës të thot se cilin vit do ketë këtë linjë buxhetore për nevojat e non-Terezit. Vendimet buxhetore, vendimet qeveritare, jo domosdoshmërisht do të thonë kapje të buxhetit për vitet e ardhshme nëse nuk hyn në planifikimin afatgjatë të strategjisë fiskale të vetë qeverisë. Unë atë po ju them se nuk është pjesë e saj. Jo pse nuk du, por ka një hile nga ana tjetër, e cila po proklamon e shfrytzuar shumë mirë dhe unë do isha shumë i lumtur që për 3 vite të bëhet kampusi universitar, jo për 6 vite. E dini pse jo për 6 vite? Se 2 gjenerata mas paku do kenë ikë për këtij vendi, se s'kan kushte. Se thonë, ne nuk kemi kohë me prit. A 2 gjenerata studentësh janë 3.000 studentë. Do thonë, lam të mirë, ju shifemi mas 6 vite kur të kemi bë studime dikun jashtë. Kjo është fatkeqësia jonë. Edhe unë nuk krahasoj, nuk më interesojnë as Kirili Metodi, nuk më intereson as një universitet tjetër, më intereson zemra e Shkupit. Çfarë po bëhet në zemrën e Shkupit? Linjat e tilla buxhetore ka dhe për shumë, unë ju thash, klinika universitare, e cila u proklamu që do bëhet me paratë britanike, nuk ekziston në buxhet. E dini sa ka mjete buxhetore për klinikën e Shkupit edhe klinikën Shtip? 3.5 milion denar. 60.000 euro. Tani, ai nuk kushton 60 milion, kushton 60.000 euro, kushton 400 milion euro. Ku janë ato para? Prandaj po ju them, nëse vendimi në qeveri është që po ju dorëzojmë një propozim buxhet popullit, edhe po i themi ja ku e keni, kënaqeni me 7% rritje që po e propagojmë, kur gjatë do ketë 3.5 rritje, ama në fakt inflacion 4%, do më thonë rritja dhe inflacioni do i barazojnë, do të cilën në status quo. Unë po pyes, çfarë do ndodhë në maj? Ku do i gjejmë parat? Sepse të hyrat nuk do rriten, të hyrat mund të jenë vetëm më të vogla, sepse nëse nuk ka para për ekonomia nuk mund të krijon të hyra shtesë. Zoti Bytyqi në interes të kohës. Zoti Bela, në fjalën e tij zoti Bytyqi theksoi se ribalancës, si zakonisht edhe nga përvoja e tij, bëhen vetëm për të shkurtuar shpenzimet kapitale, jo për të shtuar nivelin e shpenzimeve kapitale. Çfarë do ndodhë në një situatë nëse këto 1 milion euro për Universitetin Nën Tereza do të shpenzohen në 3 mujorin e parë të vitit që vjen? Është e vërtetë, atë pjesë të cilën e thot kolegu, por mos të harrojmë se në për planifikimet e investimeve kapitale, të cilët i shohim neve, tham, dikun 47% ka realizim të shpenzimeve, do më thonë, edhe rebalansi, do më thonë, edhe mënyra se si kanë harxhuar mjetet, ose nuk i kanë harxhuar në disa investimi kapitale, mund të ketë një lloj rishpërndarje të këtyre mjeteve, por unë po them që pas këtij vendimi qeveritar, që rrin mbas ndërtimit të finansimit të objektit edhe kampusit universitar, këto mjetet të cilët kanë qenë për 2025-ën edhe 2026-ën, unë mendoj, në qoftë se arrim, thash, nga fazat e ndërtimit, sepse kjo nuk është që varet për neve, dim kapacitetin edhe të në përgjithësi të investimit kapitale shumë vjeçare, se si ndodhin. Unë po pretendoj që tanë kohën të kemi komunikime sa ma të mirëfillta, që të ketë një lloj mbikëqyrje, të ketë një lloj presion që koha të shkurtohet, koha e ndërtimit, pastaj kur shkurtohet koha e ndërtimit edhe koha e realizimit, domethënë për ne është me rëndësi. Prandaj, domethënë këto mjete unë shpresoj që brenda 2 kvartaleve të para, domethënë ti realizojmë, pastaj të kërkojmë mjete. Dakor, pra si garancë bazoheni tek një vendim qeveritar. Zoti Bytyqi, në fjalën tuaj hyrëse përmendet që po ndodh për herë të parë kur kemi ullje të shpenzimeve kapitale prej 117 milion eurove,
prej të cilave vetëm në Ministrinë e Transportit diku janë 70 milion euro më pak se sa vitet paraprake. Çfarë do thotë kjo në realitet për gjendjen aktuale edhe vitin që po vjen, çfarë pret vendin nga kjo ulje e shpenzimeve kapitale, ku këtu nëse mbase mos në interes të kohës, Ministria e Transportit është prekur më shumë, pastaj vjen Ministria e Arsimit, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Shëndetësisë, e Kulturës, gjithashtu e Punës dhe Politikës Sociale, po thoj se gjitha institucionet janë të prekura nga ulja e shpenzimeve kapitale. Sepse kapja me pjesën tjetër të shpenzimeve është shumë më e madhe se sa e kanë planifikuar. Dhe kjo është problem serioz. Ajo do të thotë që në rregull këto 12.000 persona të ri që janë punësuar duhet me marr paga. Nuk ka rëndësi a punojnë as punojnë, duhet marrin paga. Po ato 12.000 kushtojnë 120 milion euro. Kjo do të thotë që 120 milion që janë shkurtuar për investimeve kapitale, po do shkojnë në paga. Do të thotë më pak qerdhe, do të thotë më pak shkolla cilësore, më pak spitale ose spitale në gjendje me infrastrukturë shumë të dobët. Paga jo të mirë fillta për personelin shëndetësor, e tjera, ose për shembull ja një pyetje që është pyetje logjike për të gjithë ata arsimdashës. Sa është niveli ose përqindja e shpenzimeve të hyrave, pastaj edhe shpenzimeve të Universitetit Nën Tereza për hulumtime shkencore? Për vetë profesorët, po për studentët. Se aty krijohet ardhmëria, nuk krijohet me tulla të cilat do vendosen. Nuk të ndohet ndërtesë ty nëse një profesor nuk ka mjete për të bërë asnjë hulumtim, asnjë analizë për të pa diçka ndryshe. Ne vazhdojmë marrim prej asaj që është esenciale. Domethënë një aspekt tjetër që bie ndesh me proklamimin e politikanëve, thot, ky shtet nuk ka pasuri tjetër përveç pasurisë njerëzore, burimeve njerëzore, njerëzve, po në fakt nuk investojmë tek njerëzit. Nuk është sot investim duke i dhënë një pak, lëmosh, është duke i dhënë mundësi për të treguar dhe të garuar të jetë konkurrent në nivel botëror. Që një profesor universitar i Nënës Terezë të jetë i barabartë me atë Shënkirilit e Metodi, që mos shohim që asnjë prej universiteteve tona publike mos të jetë në listën e Shangajit. Jo, ta shohim mes 500 parave. Ne jemi larg asaj. Po si do jemi afër 500-shit kur mjetet të cilët ju ndahen janë të vogla. Prandaj po them, jam shumë skeptik sepse duke humbur orientimin evropian të vendit, humben mundësit të parave të cilët do kishin ardhur në nivel në shtet si para të pakthyeshme. Ne po shohim të mbulojmë nevojat me huazime që janë jashta huazimeve të zakonshme, huazime bilaterale me shtete të ndryshme që kërkojnë influencë politike, në fund çmimi do jetë shumë i madh. Ajo është që kapitali njerëzor do shbohet, nuk do e kesh. Edhe ajo pasuri do të humbet sipas jush. Zoti Bela, ne kemi qartë që buxheti nuk mund të jetë etnik, po edhe përkundër këtij realiteti, sërish diskriminimi në fond është në baza etnike, që ndodh edhe për të cilën ka më shumë të ankesa. Sipas jush, cilat prej investimeve kapitale janë të dobishme ose të orientuara për komunat e banuara me popullsi shqiptare? Nëse keni arritur të nxjerrni disa prej investimeve më të mëdha kapitale që priten të bëhen nga ky propozim buxhet, dhe cilat ose sa prej atyre investimeve kapitale do të bëhen në zonat e banuara me popullsi shumicë shqiptare? Para se dalte pyetja është një sqarim shumë të shkurt në lidhje me investimin kapitalin njerëzor dhe të universiteteve që ka të bëjë, domethënë. Po sepse shpenzuam gjatë kohës shumë e rëndësishme ajo temë, po. Sepse jam pjesë e universitetit dhe jam pjesë e rrjedhave të brendshme drejt për drejti, mos harrojmë se hiç më larg 2019-ën, domethënë 2018
kemi filluar me paga të cilët kanë qenë, domethënë, aq katastrofale, aq nënçmuese, aq degraduese për një profesor universitar, për një asistent. Asistenti ka filluar punë me 22.000 denar. Domethënë, ndërsa profesori, docent është paguar 29.500 denar në Universitetin Nën Tereza. Domethënë, ka qenë një sakrificë e njerëzve të cilët kanë punuar për ta ngritur këtë universitet sepse kanë besuar në një ideal, në një mision të cili është sot. Ndërsa në vitin 2024-25 kemi, domethënë, një ngritje me marrëveshjen kolektive, ne çdo herë kemi qenë si universitet i diskriminuar në aspektin e pagave. Sot pagat janë rritur diku në 40%. Që është, domethënë, një nivel kogja i madh në aspektin e ruajtjes së dinjitetit të një profesorit. Në qoftë se më herët për një punim shkencor deri në 500 euro nuk ju është lejuar, nuk është imagjinuar një profesor universitar të mendon të punon e më pastaj të publikon ose të merr pjesë me një konferencë ndërkombëtare, sot niveli i profesorit është nivel i çmuar, i dinjitetshëm, ku arrin, domethënë, me pagat të cilën e merr, domethënë, investim në kapitalin njerëzor, është pjesë me të cilën mungon vetëm pjesa e vullnetit të tij të mirë për të punuar edhe për zhvilluar. Kjo ishte vetëm një lloj sqarimi që ka të bëjë me pjesën sepse vetëm për paga në për universitete harxojmë, domethënë, diku 150 milion denar vetëm për pjesën ose 200 milion me kontributet së bashku. Paramendoni për një universitet i cili ka diku 79 të punësuar, harxhon kaq mjete, edhe universitete tjera që marrin bukur pjesë, domethënë, të buxhetit. Prandaj unë mendoj se arsyeja kryesore për mos rangimin i tangon vetë profesoratit edhe iniciativave të cilët duhet jemi në arenën ndërkombëtare dhe kemi bashkëpunime në projekte të cilët janë kërkimore që sjellin më pastaj inovacion, sepse jo çdo herë janë parat, motivi dhe stimuli kryesor për të ngritur performancën ose produktivitetin akademik për të ngritur më lart. Jo, por na duhet një emision vetë, zoti Bela, megjithatë nuk duhet të mohohet ose të injorohet fakti që nevojitet investime më tepër në aspektin e vetëm deshta ta potencoj se nuk është vetëm pjesa materiale që kryen këtë, po është pjesa e kulturës dhe infrastrukturës, edhe laboratorive, edhe pjesës së aksesit në për databaza. Kjo është kërkesa jonë në për ministri, nuk është pjesa vetëm se sa do të subvencionon këtë pjesë. Në qoftë se i referohemi pjesës së buxhetit të përgjithësi për investimeve kapitale nga më të rëndësishme, të cilat janë të dedikuara në zonat e banuara me popullsi shqiptare shumicë, zoti Bela. Tash në përgjithësi sa arrita edhe në këtë drejtim, a është parapar rruga Shkup-Llac në këtë propozim buxhet? Në këtë propozim buxhet është parapar rruga Shkup-Llac, është, domethënë, veç më nga 30 shtatori, është bërë hapja procedurës, janë në konkurrim 2 kompani dhe pritet njëra prej tyre, domethënë, të zgjedhet. Pretendohet, domethënë, që një pjesë të shkon përmes buxhetit, domethënë të financohet, pjesa tjetër do të zgjatë 2 deri në 5 2 vjet e gjysmë do zgjat procesi. Asa mora informacionet tash. Zoti Bytyqi është përmend ky projekt? E para se projektet e caktuara nuk janë publike dhe ndërhyn tek pjesa e transparencës së qeverisë, as tek pjesa narrative, as tek pjesa e numrave. Në fakt nuk keni listë të projekteve të mirëfillt, mund të jetë çështje politike për unë në parim shoh tendencë të asaj që e thoni, për shkak se kjo qeveri e largoi parimin e zhvillimit barabartë rajonal si një prej kritereve për ndarjen e paras publike, që ishte në fakt në favor të zonave ku popullohet me shumicë shqiptare, sepse tradicionalisht në 15 vitet e fundit dihet që popullata shqiptare që graviton në zonat e tyre janë me zonave më të varfëra. Duke eliminuar momentin e zhvillimit barabartë rajonal dhe përqindjen që ndaheshin fondet në bazë të nivelit të zhvillimit, në fakt proporcioni i mjeteve financiare që ndahet për pjesët me shumicë popullatës shqiptare për që më konkret, zoti Bytyqi, a ka ndonjë mekanizëm konkret në bazë të cilit është garantuar ndarja proporcionale e buxhetit? Është shumë e thjeshtë. Deri në 2024 ka qenë indeksi i zhvillimit rajonal, që i vjen rajoni Kumanovës, Likovës, i cili ka qenë rajoni më pak i zhvilluar,
gjithmonë nëse ke pas 100 njësi, 100 milion denar, po themi, ose 100 milion euro, kemi thonë, jo, rajoni i Kumanovës, Likovës, është rajoni më i varfër, merr përqindjen më të madhe të mjeteve që shkojnë në këtë rajon. Pastaj vjen Tetova, pastaj vjen Pollogo, pastaj vjen rajone tjera. Rajoni i Shkupit ishte rajoni i fundit në proporcionin e mjeteve financiare. Vitin e kaluar, qeveria e shmangu këtë kriterë dhe tha, jo, do të çojmë për kokë banore. Dhe tha, për kokë banore ke 65%, 65 euro vitin e kaluar, si vjet arritën në 130 euro kinse në 2025, që i bjen, nëse ke popullat rezidente X mjete, aq mjete do shkojnë. Po çfarë themi nëse zhvillimi, për shkak të diskriminimit në 34 vitet më parshme, si do mbulohet? Sepse zbrastira se zhvillimi shifet në cilin nivel jetë tani dhe si do e arrish atë tjetrën që është më i zhvillum. Nëse shkon ti me numër banori dhe i ndan mjetet të njëjta, ty të duhen edhe 40 vite të ardhshme për të arrit atë që është më i zhvillum. Në këtë rast rajonin e Shkupit. Është parim që bie ndesh me parimet e fondeve strukturore, politikave kohezive të Bashkimit Evropian. Nëse do ishin të këqija, Bashkimi Evropian nuk do kishte fonde kohezive me zhvillimin e barabartë rajonal. Po, zoti Bela. Se pyetjen e kisha drejt për drejtit e projektet në komunat shqiptare. Mos të harrojmë se investimi në 250 milion euro i cili shpërndahet komunave, unë këtu e shoh vetëm ta mbaroj. Në 20 komuna në përgjithësi shqiptare, as sa kam informacione sa mund ta mbledh, ka dikun 238 projekte që kapin vlerën prej 3 miliardë 75 milion denarve. Nga shuma totale që ka të bëjë vetëm në Ministrinë e Transportit, që ka të bëjë me projekte infrastrukturore drejt për drejtin e për komuna. Në Haraqin janë 6 projekte. 3 miliard nga 15. Nga 8 miliard, vetëm Bela po flisin nga kredia hungareze. Nga 250. Sepse këto 250 projekte me gjasë janë nga kredia hungareze. Po, aty në fakt nuk janë 8 miliard, sepse ke 100 milion euro në vitin 2024 dhe 250 në 2025 janë 350 milion. Nga 350 milion euro, 3 miliard janë 50 milion euro. Kjo është proporcioni që ka shkuar në komunat. Nga 350 milion euro do të 50 milion shkojnë në komuna shqiptare. Kjo është realiteti. 50 milion euro të cilët ne i shohim, këtu ka janë projekte për komunën Araçinës, Bërvenicës, Butelit, Vrapçishtës, Gostivarit, është me 31 projekte brenda infrastrukturore, sa i shoh unë tash vetëm po lexoj, po interpretoj numrin e projekteve. Për komuna shqiptare. Po, pjesën e Dibrës atje, i kemi 8 projekte, Dollnenit, kemi dikun, janë 2 projekte të cilët veçmo janë të aplikuara në brenda, në proces, po. Pjesën e Zhelinës, Kërçovës, Likovës, i kemi 11 projekte. Jo, sipas informacioneve të cilët janë, tash nuk është çështje diskutimit sepse nuk është fushë analizës time. Jo, dakor, në këtë rast, po vetëm po interpretoj shifrat, numrat të cilët vinë si janë oficiale brenda. Po qytetarët kur dëgjojnë zoti Bela një debat për buxhetin, secilit për këtyre intereson në komunën e tij se çfarë gjendja në vend banimin e tij ku jeton. Po tash në qoftë se nuk ndryshon me 238 projekte të cilët janë të ke fundit asnjëherë në historinë e Republikës Maqedonisë Veriut, domethënë komunat nuk kanë pas kaq kompetencë dhe kaq pjesëmarrje në buxhet të shtetit. Unë nuk pajtohem domethënë në këtë rast sepse është një lloj risie që mendoj se është e mirë. Pjesa tjetër të cilën u diskutu tash, pjesa e kriterit. Unë mendoj pjesa e kriterit me kokë banori është në dobi, posaçërisht në komunat shqiptare. Edhe nëse merret përballë vetëm vetëm banorët, sepse tash ne mund të kemi dëshirat e preferencat të ndajmë buxhetin ashtu siç dëshirojmë ne, por realisht domethënë duhet që në bazë të një kriteri, sepse nga 91-shi deri tash domethënë kemi kalu bukur kohë, domethënë janë 30 vite të cilët kanë kalu. Është dashur mendohet kjo pjesë. Unë mendoj se participimi i komunave ose decentralizimi lokal në pjesëmarrjen e buxhetit, në zhvillimin e komunave, sepse komuna është ajo që ballafaqohet me kërkesat e qytetarit, qoftë për
për rrugë, qoftë për Pushteti shkolla, lokal, qoftë dakor, po. pushteti lokal. Kjo ka nxit ndoshta edhe për biznesin lokal, edhe për pjesën infrastrukturore që është haruar në shumë raste. I shohim kjo pjesë, domethënë unë nuk e shoh këtë lloj të borxhit publik i cili merret për komunat. Është shteti për herë të parë luan rolin domethënë të një moderatori ose të një garantuesi, sepse tek e fundit domethënë kthehet drejt për drejtë domethënë duke kriju vlerë shtesë për ato komuna, për ato biznese, për ato qytetarë të cilët jetojnë në ato komuna. Në qoftë se referohemi projektet, zoti Bela, jemi krejt në fund. Vetëm desha ta potencoj se i kam shënuar janë modernizimin në Ministrinë e Mbrojtjes, diku 24 milion euro, tash se mos flas me denar se janë me miliarda. Domethënë modernizimin për kapacitetet e NATO-s janë diku domethënë 120 milion euro, reformat në polici 20 milion euro ishin, domethënë përkrahja e komunave për efikasitet energjetik, zhvillim rural, digitalizimi, subvencionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, domethënë IPA fondet ose bashkëpunimi ndërkufitar edhe ajo blerja autobusëve për transport publik janë të paraqitura, janë 315 milion denar për këtë pjesë, investimin në infrastrukturën hekurudhore që ka të bëjë domethënë me rrugën Bellanov-Kriva-Pallonk dhe strug Prilep Manastir, strug në Qafthan, dikun domethënë 2 miliard. Mbase janë shumë hidrosistemi do ta në interes të kohës. Po, zoti Bytyqi. Për fund se krejt për ta përmbyllur se kemi edhe sala sportive në Arsim atje. Nuk jam dakord. Pjesa e rekonstruimit të më pëlqej te konvikte studentore. Ishte mjaft interesant se nuk është kujdes domethënë për pjesën e konviktit. Me të vërtetë janë në gjendje të mjerueshme. 8 milion euro për një konvikt, mendoj që nuk jam dakord që shmangja e parimit të zhvillimit barabartë rajonal të thohet se është send i mirë dhe të ndajmë parat për kokë banorin. Vetëm për një arsye. Bruto prodhimi vendor për kokë banorin në rajonin e Kumanovës Likovës është 3.000 euro. Bruto prodhimi vendor për kokë banorin në rajonin e Shkupit është 15.000 euro. Kjo është 1:5. Që nuk është pak proporcionale, po. Jo, po kjo është dallimi. Po. Për vllaun tim, se gjithë janë vëllezërit, temi, që jeton në Likov, sa vjeti duhen që të jeton njësoj si ai që jeton në Shkup. Që të jetë i barabartë në këtë vend. Me të njëjtat mjete, borxhin si e kthejmë, e kthejmë me proporcion e kthejmë njësoj. Jo, njësoj kthehet nga ata timet, po. Atëherë, si mundet 50 milion prej 350 milionëve të jenë njësoj, kur 13.5% janë fondet që janë nda për pjesët e komunave. Zoti Bytyqi, po flitni për një problem sistematik që besoj që qytetarët po kuptojnë. Nuk keni qëndruar gjatë kohë në pushtet. Se nuk e keni rregulluar këtë çështje sistematike. Me ligj është e rregulluar. Është me ligj e rregulluar, është ndryshuar ligji në 2024-ën. Ku me vendim qeveris është ndryshuar ligji dhe parimi i zhvillimit barabartë rajonal ka rënë poshtë. Programet e zhvillimit barabartë rajonal kanë rënë zero. Vetëm nis sharim. To 50 milion ose 3 miliard denar të cilët janë shpenzuar për komunat shqiptare brenda atyre 8 miliard. Domethënë është kishte, domethënë vetëm në Ministrinë e Transportit, mos keq kuptohemi, jo nga 50 milion nga 300 milionët të cilët pretendohet të jenë, domethënë. Jo, sepse vetëm Ministria e Transportit është 8 miliard, 120 milion. Ka 70 milion euro në 120 milion euro. Domethënë këtu shifet se nuk është një 10-20%, po është dikon domethënë mbi 40% që marrin hisën komuna shqiptare te pjesa e transportit. Sipas të dhënave gjithmonë domethënë po referohem në këto shifra. Nga regjia më informojmë që jemi krejt në fund, diskutimi me dy ekonomistë për hera tjera do të planifikojmë më gjatë kohë. Faleminderit shumë që ishit prezencë të Bela, faleminderit zoti Bytyqi. Ishte kënaqësi ndërkaq me juve, shikues të nderuar, mirëmbëjtje deri në takimin tonë të radhës.